Andaj dhe ka premtuar shpërblim për ata të cilët punojnë mirë dhe janë prej besimtarëve. Por janë disa vepra të vëllezër besimtar për shkak të rëndësisë që kanë te Madhi Zot, për shkak të peshës së tyre të madhe, vlerës së tyre të madhe, Allahu subhanahu wa ta'ala i don edhe më shumë. Dhe janë veprat më të dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala. Secilin një ditë kemi me dalë tek Allahu xhalla fi'ala. Secilin një ditë kemi me dalë dhe mu ballafaqu dhe mu taku me krijuesin tonë Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj shtrohet pyetja, a ki prej këtyre veprave, a kemi mjaftueshëm prej këtyre veprave që Allahu i don shumë, sepse njeriu kur e din që takohet me dikon, e nëse din që ai ka dëshirë diçka, kish me marr me i pas me veti. Andaj dashur do të përmendë se disa prej veprave më të dashura të Allahu xhalla fi'ala që ka treguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mënyrë që besimtari të gjitha veprat e mira me i punu, po në veçanti këto mos me i anashkalu. Dhe sa më shumë prej tyre me shtu, sepse krijuesi i don shumë dhe për to shpërblen jashtëzakonisht shumë. E parë dashur vëllezër besimtar është namazin në kohën e tij. Jo vetëm falja namazit, po falja në kohën e tij, me fal namazin në kohë, me fal namazin si të hin koha. Është prej vepra më të dashura të Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, thot e kam pyet profetin alaihi salatu wasalam, o i dërguar i Allahut, ma hiya ahabbu al-a'mali ila Allah, cilat janë veprat më të dashura tek Allahu? As-salatu ala waqtiha, e para tha namazin kohën e tij. Andaj besimtari nderuar, vëllë dhe motër nderuar, cilët e përcjellin këtë nxezim dhe këtë hutbë, namazin mos e vononi, namazin mos e anashkaloni, namazi duhet me qenë prioriteti numër 1 për besimtarin dhe besimtaren në agjendën e tij në ditore dhe të natës. Çdo herë namazin kohë, namazin falën e mirë, namazin falën që ka tregu profeti alayhi salatu wassalam, as-salatu imaduddin, namazi është shtylla e fesë, ai që e fal namazin, ai e ka fen, ai që nuk e fal namazin, ai e kalon fen. Kështu po thot profeti alayhi salatu wassalam. Dy të dashur vëllezër besimtar, prej veprave më të dashura të Allahut subhanahu wa ta'ala është birrul walidaini, mirësia ndaj prindërve. Mi këshyr prind, mu sjell mirë me prind, mi u bë hizmet prindërve, mi ndihmu prindërve, me respektu prindërit, me nderu prindërit, mi ndihmu, me i qut çka ka nevojë. Thumë thanë hadithin që ceka merret, e pas namazit cila është vepra më e dashur? Tha birrul walidain, respekti ndaj prindërve. O shpyt profeti sallallahu alaihi hadith, ja Rasulullah, man haqqu an-nas bi husni suhbati, cili është personi që më shumë ti meriton respekt, shoqërim, kohë? Tha ummuk, tha nona jote. Thumme men, tha ummuk, pastaj kush? Tha nona jote. Thumme men, pastaj kush? Tha thumme ummuk, tha thumme men, pastaj kush? Në katërtën tha thumme buk, tha pastaj babait. E pastaj vinë të tjerët sipas rënditjeve të tyre që i ka njeriu në familjen e tij. Prind wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allahu thot në Kur'an, Allahu ka urdhëruar që vetëm Allahun me adhuru dhe me prind me usjell mirë. Dhe thot në një tjetër, e kemi porosit njeriun, wasayna al-insana, e kemi porosit njeriun Allahun me adhuru dhe me prind me usjell dhe më prindë me usjell mirë. Tretë dashur vëllezër besimtar, për veprave të dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala
është kryerja e farzeve, kryerja e detyrave. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayhi mimma aftaradtuhu alayhi. Allahu po tregon në një hadith kudsi, nuk ofrohet robi im të unë më shumë se sa me atë që unë e dua, pra nuk ofrohet më shumë se me atë që unë e dua, se sa kryerjen me kryerjen e farzeve. Ai që e don Allahun duhet me kry detyrat e tij. Ai që ka dëshirë me qenë afër Allahut duhet me kry obligimet e tij. Ai që don me dash Allahu duhet me kry detyrat e tij. E farzat e Allahut janë të shumta të nderuar vëllezër besimtar. Çdo vepër që është obligim, detyr, farz për njeriun, Allahu e don. Ato është padyshim, është namazi, është agjerimi, është zeqati, është haxhi kush ka mundësi, respekti ndaj prindërve është farz, nuk është vetëm vepër e mirë, familja, mbajtja e familjes, edukimi i familjes e kështu me radhë. Pra kryerja e farzave është për vepra më të mira, andaj mashtrohen ata dashur vëllezër besimtar të cilët mendojnë se janë të dashur të Allahu dhe mendojnë se janë të mirë të Allahu dhe thojnë se e kam zemrën e mirë, e jemi njerëz të mirë, por detyrat e Allahut nuk i kryjnë, e kjo është mashtrim prej shejtanit. Ka të nderuar vëllezër besimtar, prej vepra më të dashura të Allahut subhanahu wa taala që ka përpartën në hadith janë edhe veprat e vazhdueshme, edhe nëse ato janë pak. Ahabbul a'mali illa Allah ma dama wa in qall, thot profeti alayhi salatu wasalam, veprat më të dasha të Zotit janë ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë pak. 2 rekate namaz natës çdo natë janë më të mira se sa mi fal 200 Ramazan. 2 rekate namaz natës çdo natë janë më të dasha te Allahu se sa mos më fal ton muajin e musunin natë më fal gjithë natën. Veprat e vazhdueshme, 10 faqe Kur'an, 5 faqe Kur'an, po çdo ditë. 5 euro në mujt, ose në ditë, ose 10 euro, se pas mundësive, po çdo herë. Jo vetëm sezonat e dashur vëllezër, s'ka dyshim se në sezonat duhet më ushtu veprat. Namazi, nafile, Kur'ani, sadaka në Ramazan, agjerimi është normale, por duhet në vazhdimsi besimtar me punu vepra, edhe nëse punon pak, mos me ndërprej. 2 rekate mos bir me fiet pa i fal, nëse ke mundësi çdo ditë, jepe një sadakë, 50 cent. Wallahi për shumicën absolute që jemi të xhami, 50 cent nuk është ndonjë shumë që kish më na lën keq. Ose 1 euro, nuk është një shumë që e lën dikon keq, por nga pakujdesia, por nga neglizhenca, por duke mos e ditë vlerën e madhe që e ka, shkojnë me ditë tëra dhe nuk na shkon dora me shtin 1 cent, qoftë në arkën e xhamis, ose me ndihmu dikojna, ose disa që kanë bash shprehit mirë, tash vëllezër besimtar, disa besimtar, qoftë tregtar, po jo vetëm tregtar, të cilët ja kanë bërë veti obligative në momentin që t'i zbret rroga, një pjesë 10, 20, 50, 100 euro, automatikisht shkon për bamirësi, shkon në bashkësi islame, shkon të shoqata tjera bamirësi e kështu me radhë. Punët e mira të vazhdueshme, pra janë të dasha të Allahut edhe nëse janë pak. Bën e shprehime në Kur'an kush din 2 faqe, 5 faqe ditje, bën e shprehime fal namaz nafile, 2 rekate, salat e duha, 2 rekate në rregullina, me rëndësi veprat e mira mos me ndërprej, por ato me vazhdu në vazhdim. 5 tash vëllezër besimtar, pe vepra më të dasha të Allahut subhanahu wa taala është bamirësia ndaj njerëzve. Ahabbul a'mali illa Allah. Dhe gjën e mirë të hadith, dashur vëllezër besimtar. Çfarë feje të mirë na ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Allahun me adhuru, me prind me usill mirë, me qenë i mirë vazhdimsi, jo sezonal. Çdo herë besimtari është i mirë, çdo herë ka fjalorin e mirë, çdo herë ka rrobat e mira, çdo herë ka veprat e mira, nuk e nxen nga flet besimtarin, në vazhdimsi. Dhe tash
veprat e madhe që Allahu do të shërbësh bamirësia ndaj tyre, thot profeti alayhi salatu wasalam, "Ahabbul a'mali illa Allah, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin", një gëzim të cilin e fut në zemrën e një besimtari. Për vepra më të dashura tek Allahu është me e gëzu një besimtar. Mundet mos me qenë fukara, mundet mos me pas nevojë, ndoshta i gëzohet me vizitë. Dikush ka qef me vizitu, dikush ka qef me thirrë në telefon. Mos t'i lidhëm krejt gjonat vetëm me pare. Ka ndonjë person me brenga, nëse ja zgjedh çat breng, çat të lashe, sigurisht se fukarat, jetimet përveç vizitave kanë nevojë me mbështet, kanë nevojë me gëzu me një pakë ushqimore, me gëzu me një çantë, me gëzu me një fletore, me gëzu me një bursë mujore, me gëzu me shtëpi, kush ka nevojë kështu me radhë. Sururun tudkhiluhu ala qalbi mos harroni tash vëllezër besimtar. Mos harroni edhe këtë është jo vetëm ibadet, po ibadet jashtëzakonisht i dashur te Allahu me e bën një person të gëzuar dhe të lumtur në forma të ndryshme dhe secilin pastaj e din se çysh ja bën. Bashortën, fëmijët, babën, nonën kush i ka gjallë, xhamatli e kështu me radhë. Me bën njerëz të harreshëm mundi mirë në forma të ndryshme të veprave më të mira, me gëzu një person, më largu thot vazhdon hadithi, mja largu një personi, një brenge, një mërzi, një të lashe dhe mja pagu dikujna ose mja lehtësu, vazhdon hadithi, mja lehtësu dikujna borgjin, dikush ka borgj, nëse ke mundësi me ndihmu, qoftë prap me afatizu ose edhe mja lehtësu borgjin, është për vepra më të dashat Allahu subhanahu wa ta'ala, në rrasë që ka thonë profeti ale, ose që shtojnë disa prej një fjalë, borgji është i rënd, andaj dhe nuk është mirë besimtari me ngarku veten me borgje, sepse nuk e din aja del dhe mundet me ardhë në gjendje të vështirë ashtu të besimtar, dhe plot raste po ka kur ndoshta njerëz po shkojnë edhe tek ajo më e keqja, siç është vetvrasja për shkak të borxheve dhe ngarkesave që i kanë. Andaj me pasur mundësi me ia lehtësue është për vepra më të dashura të Allahut subhanahu wa taala, dhe fundit po ashtu në të hadith për vepra më të mira është ose me ushqye, me ngopë një të uritur. Nështë në mesin tonë ka më pak, por ka familje tilla, por i kemi disa vëllezër dhe motra, dashur vëllezër besimtar, të cilët janë duke vdek nga uria. S'kemi menduar që për marrë një ditë që në shekë në 21, kur muslimanët kanë pasuri, shtetet musliman përgjithësi, shtetet islamet, kanë pasuri që kur ndoshta nuk kanë pas, fatkeqësisht një pjesë e besimtarëve po vdesin nga uria, jo pse nuk kanë dhe pasuri se s'kan çka me humbur, por pse armikun e kanë të poshtër, armikun e kanë që s'ka kurfar rahmeti, mëshire, dhe i ka rrethu që 2 vjet radhazi dhe nuk lën as ushqim, as pije, as barna me depërtu dhe ofër 2 milion besimtarë dhe besimtare, fëmijë e peshohën të pamjet, po vdesin nga uria, po e hajnë veten e tyre, realisht trupi po hajnë veten e tyre, deri në atë moment që po vdesin, kurse ne dhe plot besimtarë për rreth në këtë botë, nuk mune me numëru të mirat që Allahu ne ka dërgu, e minimumi është ose duhet ata vllazën dua me i kujtu, nëse s'kena mundësi me parë dhe me ushqim një ndihmu, atëherë në dua tonë ata kur mos më na mungu. Allahu alësoh gjenden ja Rabbel Alamin, Allahu shiroft ja Rabbel Alamin, Allahu alargoh zullumin ja Rabbel Alamin. Dhe fundit është vëllezër besimtarë, për vepra më të dashura të Allahut azza wa jall, po ashtu ka ardhur një hadith, shpyet profeti alayhi salatu wasalam, tregon Muadhi thotë, e kam pyet profetin alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, subhanallahu vëllezër, çfarë pyetje kanë bërë sahabët? Çfarë pyetje kanë bërë sahabët? Cila është vepra më e dashur të Allahut? Cila është vepra që nëse e punojmë çon xhenet? Çka me bëu diçka ja Rasulullah që mos me bëu kur gjamo me fitu xhenetin. Kjo ka qenë brenga sahabëve, cilat janë pyetjet tona sot.
A është kredia? A bën bre me përdor kamotën? A bën bre me shkundeti? A bën bre me shkurtu namazin? Dallimi i madh mes brengave dhe pyetjeve të sahabeve, cilët e kanë pas për breng xhenetin dhe ahiretin, dhe me neve në kohën e sot që e kemi për brengë, dynjan, qefet dhe dëshira dhe luksin. Cila është, thot Muadhi, kam pyetja Rasulullah, cila është vepra më e mirë ose prej vepra më të mira të Allah subhanahu wa taala e ka numëruar edhe një vepër të tërposhtë të mirë të dashur të Allahut, por shumë e lehtë të dashur vëllezër besimtar për atë që Allahu i ia mundson. Ka thonë la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillahi hatta tamut. Ka thonë për vepra më të dashur të Allahut azza wa jall është përmendja e Allahut deri në vdekja. Ose me të nxanë vdekja e gjuha jote e njom me la ilaha illallah, e njom me astaghfirullah, e njom me alhamdulillah, me dhikr, me përmendet Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla mëson për në vepra të mira, ja rabbal alamin, me shanti këto vepra të mëdha dhe kulmora që Allah azza wa jalla i don shumë e për cilat shpërblen shumë. Allahu na pruft përfundimin e mirë në veprat e dashura të Allahu subhanahu wa ta'ala. Aquli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.